Leonida, të përshëndes, është bërë mundur shuarja e flagëve, apo jo? Po, pa tjetër Kassandra, në fakt, vetëm disa minuta më parë, reparti zjarfikës ka mundur ta lokalizoj të gjithë sektorin ku ishe përfshirë nga flagët, bëhet fjalë për një, le të themi, hambar ku mbahet produkte që ushqen baktit e imta dhe ato të cilat banë në këta ambar. Dhe për këtë arsye, policia ka nisur një hetim për rastin në fjalë në fakt, pasi dyshohet që edhe zjarrvënia mund të jetë e qëllimt nga persona të cilët kanë qenë dashakeqës ndaj pronarit të këtij ambari. Megjithëse ky i fundit ka deklaruar se nuk ka konflikte me persona të tjerë, megjithatë policia po punon me intensitet lartë për të bërë të mundur për ta zbardhur totalisht të ngjarje e cila u konstatua pikërisht në zonën e flakës vetëm disa minuta më parë, ku e gjithë sipërfaqja ku mbaj bari i baktive është shkumbuar totalisht, por ajo që është më e rëndësishme, Kassandra, është fakti që pranë kësaj zone ndodhen edhe disa shtëpi të cilat rrezikuan që të përfshihen nga flakët, por falë punës së mirë të repartit zjarfikës, i cili mbriti në vendin e ngjarjes me forca të shumta dhe me disa automjete, bën të mundur që të lokalizojnë flakët dhe ta mbajnë në kontroll të gjithë zjarrin që kishte përfshirë këtë hambar ku mbaj bari për baktit. Të falenderoj.